Një zjarr i ndezur për të djegur barin pranë banesës doli jashtë kontrollit dhe rrezikoi të prapej drejt zonave të banuara në Krujë. Ngjarja u shënua në lagjen Abaze ku një 73 vjeçar banues në këtë zonë dyshohet se ndezi zjarr pranë banesës së tij për djegjen e një sasie bari. Por flakët të favorizuara dhe nga era dolën jashtë kontrollit dhe u përhapën në drejtim të malit të Krujës. Situata alarmoi banorët e zonës ndërsa policia në bashkëpunim me strukturat e emergjencave ndërhyri menjëherë për të parandaluar përhapjen e zjarrit. Si mas parandaluese u bë dhe evakuimi i pjesëshëm i banorëve që ndodheshin pranë vatrës së zjarrit, ndërkohë në teren vijoi operacioni për shuarjen e flakëve me ndërhyrje nga toka dhe nga ajri me qëllim izolimin e vatrave dhe mbrojtjen e zonave të banuara. Në përfundim të veprimeve të para hetimore, 73 vjeçari me inicialet QB u arrestua në flagrancë nga shërbimet e komisariatit të policisë Krujë. Ai dyshohet për veprën penale, shkatërimi pronës me zjarr. Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.